traktor. Tentojnë të akuzojnë për asete private, zoti Peka. Ta dinë shqiptarët se kanë dëgjuar 324 apartamente të plaçkicesh. Është maja e icebergut. Është maja e icebergut. Ish së vendës kryeministri Arben Ahmetaj ka ngritur publikisht pikpyetje të forta mbi projektin e terminalit doganor të Lidl në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një rast që kërkon hetim të thelluar publik dhe institucional për mënyrën se si është zbatuar ligji për investimet strategjike. Sipas Ahmetajt, Lidl ka përfituar një terminal doganor me kontratë 35 vjeçare dhe rinovim automatik, ndërsa në një rreze prej 5 kilometrash nuk lejohet asnjë aktivitet tjetër i ngjashëm. Ai theksoi në një intervistë se kjo situatë ka sjellë shpronësime masive të pronarëve privat, jo në funksion të një interesi të gjerë publik, por në favor të drejtpërdrejtë të një subjekti privat, që sipas tij duhet investiguar. Ahmetaj deklaroi se pronarët janë shpronësuar për llogaritë të Lidl, duke vënë në dyshim konceptin e interesit publik që justifikon ndërhyrjen e shtetit. Sipas tij, magazina doganore po jepet pa u ndërtuar ende porti përkatës, gjë që e bën edhe më të paqartë të gjithë skemën.